fakt si projekt ka filluar, po besoj që duhet të bëjmë 2 vjet. Në shkurt bëj 2 vjet që kur më ka ardhur si propozim, ka qenë një rrugtim shumë i gjatë, edhe i vështirë edhe i bukur. Urojmë që të dalë sa më mirë, urojmë që publiku ta shijoj dhe ta pëlqej. Gjithsesi pra ende nuk ka dalë. Në mars presim që të bëhet premiera. Me Monikën ka qenë shumë e bukur, një super energji, super pozitive, unë nuk e kisha njohur vetëm nga media. Është e kaktë natyrën e saj. Është e paparë, thosha, thjesht sikur të vish një herë në javë, thjesht na jep energji se vdiqëm, na bie se sido që të jetë ato xhirimet janë shumë të lodhshme. Janë të lodhshme dhe të gjata. Edhe të gjata. Edhe ajo vinte, do të thonë fillonte dita, mund të nisim që në 7 mëngjesit, na kapte 3 e mëngjesit tjetra. Dhe ishte sikur si kishte ndodhur, ne ishim gjithë mbaruar, ku të flev, ajo thoshte, ç'a keni nevojë, doni ndonjë gjë? Ku do ta bëjmë prapë? Super energji.